Kjo javë nisi me një ftesë që tolloviti Shqipërinë, mund të thuhet tani, një ftesë përtej protokolleve zyrtare dhe me një domethënie shumë të fortë politike, po edhe historike sipas meje për Shqipërinë. Presidenti i Shtetit Bashkuara, Donald Trump, më dërgoi këtë ftesë për t'ju bashkuar atij në Bordin e Paqes, një organizëm i ri ndërkombëtar i themeluar po prej tij, dhe për të pranuar që Shqipëria të jetë një vend antar themelues i këtij bordi. Realisht që ishte një ftesë mirëseardhur, por edhe pse nuk e dyshoja që do kishte zhurmë dhe përpjekje për të bërë tollovi, nuk e mendoja që fantazit dhe likësia do të bashkoheshin për t'i dhënë jetë disa teorive dhe prrallave që duhet jesh vërtet rënd, për mos thënë ndonjë fjalë drejt për drejt të saktë, por jo të përshtatshme për këtë podcast, që të arrish deri në pikat ku u arrit. Gjithsesi, ftesa u mirëprit, u pranua, u ratifikua dhe në formën e një projekt marrëveshje, projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, dhe Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po kjo është një temë krejt tjetër, përkatësinë në këtë bord.